Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në një episod tjetër të podcastit ton Flasim si fëmijë. Unë jam Asja dhe sot kam një të ftuar që është një person që nuk i trembet syri nga asgjë. Nëse shihni lajmet e Lezhës, ajo është gjithmonë aty, duke mbrojtur qytetarët apo duke debatuar fort në Këshillin Bashkiak. Ajo është Alfrida Marku, ish nënkryetare bashkie, politikane aktive, por mbi të gjitha, një mama që, siç thon, nuk i mbyllet kur goja kur bëhet fjalë për të drejtën. Alfrida njihet për opozitarizmin e saj, por edhe për atë dorën e shtrirë për bashkëpunim kur Lezhë ka nevojë. Sot do ta zhveshim nga petku i politikanës dhe do ta shohim si një mama, si një ish fëmijë dhe si një poete e fshehur. Alfrida, mirë se erdhe në botën tonë. Mirë se u gjej, Asja, faleminderit për ftesën, edhe për gëzimet për zemër për nismën tënde dhe për këtë hapësirë kaq të bukur, modeste, të thjeshtë, të dashur që na jep mundësi edhe ne të rriturve të rikthehemi në kujtimet e fëmijërisë. Shumë faleminderit edhe një herë. Për ta nisur do fillojmë me disa pyetje, ndoshta për të thyer pak akullin. Këtu dua të përgjigjesh pak si shpejt, pa diplomaci, si një fëmijë. Kafe Fort Express apo çaj mali me mjell? Kafe Fort Express. Të gatuash vetë për familjen apo të gatuajnë e ta gjesh tavolinën e shtruar? Të gatuaj vetë. Të flasësh me mikrofon para 100 vetave apo të dëgjosh të tjerë duke folur? Të flas dhe të dëgjoj njëkohësisht. Libër me poezi në balkon apo raporte të buxhetit të bashkisë mbi tavolinë? Libër me poezi, raport të buxhetit të bashkisë, pastaj libër me poezi sërish. Takime zyrtare me taka apo dëgjon me tuta dhe aklete nga rëra hedhur apo diku tjetër? 5 ditë javës e para, në fundjavë e dyta. Deti Shëngjinit apo mali Velës? Deti Shëngjinit. Mëngjes me diell që të thërret jashtë apo një darkë me shi që të mbyll brenda? Si akrep mëngjes me diell. Të fitosh një debat me sherr apo të bindesh diko të bëhet shok me ty me qetësi? Të diskutojmë argumenta. Rregulli rrept në shtëpi apo liri totale për fëmijët? Rregull dhe liri, një mes me art mes tyre. Dhe një fjalë që të përshkruan ty si mama? E dashur dhe e përkushtuar. Tani do kthehemi pas në kohë. Duat një Alfridën parë se të bëhej një rritur që është ajo sot. Kur ishe sa unë, 14 vjeç, a ishe një nga ato vajzat që i mbanin rrobat gjithmonë të pastra apo ktheheshe në shtëpi me gjunjë të vrarë, flokët e shpupuritur nga lorat apo gjëra të tjera? Unë kam pas fatin që jam rrit në fshat, në Vallëdre, një lagje të madhe, ku si atëherë dhe sot jetojnë shumë familje, pjesa më e madhe janë të afër mes tyre. Ne kemi qenë shumë fëmijë, pothuajse të njëjtit brez, edhe si është ajo fjala për ta shprehur thjesht, kishim me këtë luanim dhe kishim këtë luanim. Ishin oborrit e shtëpive tona në dispozicion për lojën dhe kreativitetin tonë. Në fëmijërinë time nuk kishim telefona, nuk kishim internet, por kishim gjithkohën e mundshme në dispozicion të njëri tjetrit. Gjatë kohës së shkollës unë kam qenë ai fëmia që mësoja, pas ditën dhe kohën e lirë vetëm isha përkushtuar për mësimet, madje prindrit asnjëherë nuk kishin nevojë të më thonin të mësoja, por shpesh më thonin pusho sepse ke lexuar mjaftueshëm. Pastaj kur vinte vera, patjetër që edhe unë isha ai fëmia i gëzuar që bëhesha pjesë e harreshme dhe e zhurmshme e lagjes tonë atë kohë. Cila ka qenë loja jote e preferuar? Ne kishim lojra të ndryshme në fëmijërinë time, ku ka fshehti, luanim me top në atë kohë. Mbaj mend kur isha e vogël, bëshim djem dhe vajza së bashku, organizonim lojra të ndryshme, luanim shtëpiash bashkë moshatarët e mia. Lojra të ndryshme, siç edhe e thash, kishim gjithkohën e mundshme në dispozicion të njëri tjetrin edhe kishim njëri tjetrin. Ishim shumë fëmijë dhe kreativitetin e kishim në maksimum për të përkushtuar lojrave me njëri tjetrin. Di që ti e do shumë letërsinë. A shkruaje poezi apo kishe një ditar ku të shprehje mendimet e tua kur ishe e vogël? Nuk kemi patur ditar siç keni ju sot. Kur isha e vogël kemi pas bloqet improvizuara kujtimesh, edhe unë kam pas një të tillë. Nuk kam shkruar poezi, por e kam dashur fort poezinë dhe kujtoj me shumë nostalgji kur isha në shkollën 8 vjeçare që në aktivitetet që organizoheshin në shkollë isha ajo nxënësja që mësueset e mia të dashura në atë kohë më përzgjidhnin për të recituar poezi të ndryshme. Nuk kam shkruar poezi, por kam pasur talent për të shkruar hartime. Edhe kujtoj me shumë nostalgji mësuesin e dashur të gjimnazit, Gjovalin Pietri, mësuesin e Gjule Tërsis, i cili
më inkurajonte që të studioja letërsi. Unë nuk e zgjodha në fakt, por sot mbase mund të ishte edhe një zgjedhje e mirë. Cila ishte prapësia më e madhe që ke bërë në shkollë dhe që ndoshta prindrit e tu nuk e morën në shkollë? S'kam qenë fëmijë i prapësive të tilla sa do t'ishte problem po t'i merrnin vesh fëmijat. Por me që ne sot në të emision po kthehemi në fëmijëri, unë do doja të ndaja një prapësi që ne kemi bërë në gjimnaz. Mbaj mend ishim vitin e 3 apo të 4 në atë kohë. Shoku i bankës kishte datëlindjen, ai kishte me 2 prill. Datëlindja e tij rastisi në atë kohë ditë e hënë. Dhe unë së bashku me të dhe me një grup tjetër shokës gjimnazit, mendojmë që duke përdorë si rreng ditëlindjen e tij, do të njoftonim shokët dhe shoqet e klasës që me datë 1 prill, me që është ditë pushimi, do organizojmë festën për ditëlindjen e shokut tonë. Bëm ftesat, edhe në atë kohë, me 1 prill, gjithë klasa shkuan tek Pallati i Kulturës, duke pritur që të organizojë festa për datëlindjen e shokut ton, por në fakt ajo ishte një rreng dhe vetëm ne mungonim. Na u desh shumë kohë për të rekuperu hatërmbetjen e shokëve të klasës në atë kohë, por sot pas shumë viteve, sa herë bëhemi bashkë, kujtojmë si një ndër momentet më pikante, më të bukura të gjimnazit. Kush ishte heroi i fëmijërisë, si ndonjë personazh përrallësh apo dikush që e njeh vërtet? Heroi i fëmijërisë dhe i gjithë jetës është babai im. I mat ka qenë nxënës i shkëlqyer nga klasa e parë deri në fund të studimeve të shkollës mesme. Ka qenë gjithmonë në tabelën e nderit të shkollës në Balldre, por për shkak të padrejtësive të regjimit komunist, sikurse edhe ndaj shumë tjerëve, babai tim ju mohua padrejtësisht e drejta për të arsimuar, e drejta për të ndjekur studimet e larta. Unë gjithmonë mendoj dhe besoj se sfidat e përballin njeriu, i krijojnë vështirësi njeriut, por nuk e deformojnë karakterin e tij. Kështu ndodhi dhe me babin tim, në vitet e demokracisë, ai mes shumë sakrificave, mes shumë vështirësive, e gjeti kurajon për të filluar studimet e larta. I mbaroi studimet e larta kur ishte më shumë se sa mosha ime sot, dhe baba i 3 fëmijëve. Unë kam qenë në 8 vjeçare në ato vite dhe mbaj mend babin tim që lexonte, studionte natën në kushte të vështira, absolutisht pra krahasueshme me ato që kemi ne sot. Lexonte me qiri, arriti të diplomohej, arriti që të ndryshonte edhe të ardhmen tonë, edhe ato kujtime dhe respekti për sakrificën e tij shërbyen për mua që në atë kohë që unë t'isha e qartë dhe vendosur që në 8 vjeçare që po, unë të vazhdoja studimet për drejtësi njëjtë si babi im dhe në fakt u bë realitet. Shumë njerëz të shohin serioze në televizor apo nëpër qytetin e Lezhës, por unë kam qejf të hyj pak dhe të mësoj pak mbi shtëpinë, mbi familjen tënde. Dua që të tregosh pak e sinqert, kush është më rrëmuja gjin në familjen tuaj? Do them vërtetën dhe vetëm të vërtetën, si është ajo shprehja që e përdorim shpesh në profesionin tonë. Ne mundohemi gjithë që t'jemi të rregullt, edhe rrëmujën e ndajmë baraz, domethënë të katërt, por unë nuk jam nga ato mama që them shtëpia ime është mënyrë absolute e rregullt, sepse unë besoj shumë në atë aty ku ka fëmijë, ku ka harmoni, ka edhe rrëmuj. Unë jam rrit nga mami që gjithmonë më thoshte kudo ku t'ecish nëpër shtëpi, nëse shikon diçka jo në vendin e duhur, merre dhe vendose në vendin e vet. Edhe shpesh e gjej veten vetë tashmë që ua përsëris edhe fëmijëve të mi diçka të tillë. Kur vjen në shtëpi e nxehur apo e lodhur pas një mbledhjeje të fortë në bashki, kush guxon të të bëjë pyetjen e parë, mami çfarë kemi për të ngrënë ose mami çfarë do bëjmë më vonë? Që t'rregoj me sinqert, unë nuk e sjell asnjëherë punën në shtëpi. Në fillimet e mia të punës, kur punoja në sigurimet shoqërore, sapo isha diplomuar, sapo kisha mbaruar universitetin, e gjeja veten nga proceset gjyqësore me një stiv dosjesh që i merrja në shtëpi. Pastaj, me kalimin e kohës, kur krijova familjen time, e pash të arsyeshme që koha e punës është e mjaftueshme, dhe absolutisht nuk duhet të marrim
punën në shtëpi. Unë kam fatin e madh që punoj ndaj të njëjtin profesion dhe punoj bashkë me bashkëshortin, edhe kemi të panegociueshme që sfidat e punës, ngarkesat e punës i diskutojmë në orarin e punës, kur jemi në shtëpi jemi absolutisht prindrit, 100% prindrit e Deas dhe Damianit. A të kanë dhënë ndonjëherë që ke gatuar diçka dhe të kanë thënë, mami më mirë ham diçka tjetër se kjo nuk më pëlqen? Unë e kam pasion gatimin edhe mundohem edhe të përmirësoj ato që di, por edhe të mësoj gatime të reja. Më ka ndodhur, jo rrallë, më ka ndodhur shpesh, por duke marrë parasysh që fëmijët janë sinqert, sugjerimet e tyre të këtij lloji unë i marr me sportivitet edhe i vlerësoj, pse jo, që të përmirësohem në ato çfarë ata nuk pëlqejnë. Në shtëpia duhet votoni me kartone si në këshill për të vendosur në zemër cilin film do shihni në darkë apo e keti fjalën në fundit? Negociojmë. Në këshill jam pakic, kurse në shtëpi, kur vjen momenti i kohës lirë edhe për filmat, preferoj që të bëhem pjesë e shumicës absolute dhe të përzgjedh dëshirat e fëmijëve. A i kontrollon detyrat e fëmijëve me të njëjtën rreptësi siç kontrollon tenderat apo shpenzimet e bashkisë? Ka një diferencë mes të dyjave. Detyrat e fëmijëve patjetër kontrollohen me shumë përkushtim, me shumë durim. Normalisht fëmijët kanë nevojë për mbështetje, kurse tenderat apo punët publike të bashkisë dhe gjithë secilit institucion patjetër që kërkojnë rigorozitet dhe korrektësi. Nëse fëmijët e mi apo të gjithë fëmijët kanë kohën e të nxënit dhe mundësinë për të përmirësuar, për të rekuperuar aty ku natyrshëm çalojnë fëmijët gjatë procesit të mësimeve, kur vjen puna tek punët publike dhe tek buxhetet e institucioneve, unë mendoj që gabimet nuk mund të rekuperohen. Edhe sjellin pasoja që do na duhet shumë kohë për t'i korrigjuar, dhe kjo është arsyeja që unë mendoj që jo vetëm unë, por gjithë do t'i shohim me një sy strikt, rigoroz dhe shumë korrekt. Nëse fëmijët e tu do të bënin një opozitë në shtëpi për orarin e gjumit, a do të bashkëpunoj me ta apo do të vije vetëm ndonjëherë? Do mundohesha që ta diskutonim në mënyrë konstruktive, por në fundit sa kohë bëhet fjalë për shëndetjen e fëmijëve, patjetër që do vendosja veton, duke përjashtuar ndonjë të premte që kanë të shtunën pas për të rekuperuar të gjumit apo kur ju vinë kushërinjt ose gjatë pushimeve të verës. Ne në shkollë kemi disa nxënës që bëjnë zhurmë dhe nuk dëgjojnë dhe shpesh mendoj se ndonjëherë edhe të rriturit kanë momente si në fëmijët që nuk bien plotësisht dakord. A ka edhe në këshillin bashkiak si themi në thonjza nxënës të tillë që të vjen të thuash dil jashtë dhe mos u kthe pa prindrit? Atëherë, ne në këshillin bashkiak nuk kemi këshilltar problematik. Ne e ndërtojmë mënyrën e funksionimit të mbledhjeve mbi bazën e diskutimeve, por aty ka dhe debate, edhe unë personalisht e vlerësoj debatin me argumenta, sepse vetëm duke argumentuar ne mund të përfaqësojmë interesin publik. Nuk jemi në shkollë, pra nëse flasim për nxënësit e një klase ku mësuesi mund të thotë edhe ti po bën zhurmë dhe duhet dalësh. Në fakt në këshill bashkiak nuk mund ndodh kjo, por unë shpeshherë mendoj që pse jo, t'i drejtohem disave që merrni dhe mikrofonin përveç se karrigen e këshilltarit. Si mund të jesh shoqe, si është të jesh shoqe me kundërshtarët kur ata bëjnë gjëra të mira ose kanë arritje të mëdha? Unë nuk e shoh më shumë çështje, nuk e lidhi me shoqërinë, patjetër që ne jetojmë një qytet, ne jemi rrit gjithë bashkë. Brezi im tashmë në gjitha kahet e politikës është aktiv, edhe ne njohim më së miri njëri tjetrin, ne ndajmë vlerat përbashkëta me njëri tjetrin, ne e duam qytetin, ne e duam çdo zonë të Lezhës, por qëndrimet e mia nuk i lidhi me shoqërinë dhe miqësinë, unë i lidhi me interesin publik. Edhe
Për aq sa më takon, për aq sa mundem, për aq sa unë kam hapësirë, absolutisht që unë do të mbështes çdo punë të mirë që i shërben Lezhës, ashtu sikurse do të kundërshtoj dhe do të kritikoj gjithçka që nuk i sjell të mira banorëve të Lezhës. Si ndjen miqtë tu të partisë kur shohin duke i qeshur apo duke kaluar kohë me ata anës tjetër? Nuk besoj se ka diçka që nuk shkon në këtë pjesë. Unë thash qëndrimet e mia nuk i lidhi me miqësitë, por i lidhi me punët që gjithë secila palë bën shërbim të Lezhës. E theksova dhe më herët, ne jemi pjesa më e madhe jona janë i njëjti brez, jemi rrit bashkë, edhe ajo që unë perceptoj është që duhet të mbështesim iniciativat e mira gjithë secilit ka politik, ashtu sikurse duhet të kritikojmë iniciativat që çalojnë të gjithë secilit ka politik. Unë kam miq në gjithë spektrin politik të Lezhës, por kam zgjedhur të jem e drejtë për drejtë dhe e vërtet. Kjo për hir të vërtetës e bën më të vështirë rrugtimin tim politik dhe angazhimin tim publik, por kjo mënyrë nuk të lë asnjëherë në baltë. Edhe nisur nga ky parim, unë i kam shpreh publikisht rezervat e mia, kritikat e mia, edhe aty ku kam nda vite të tëra angazhimi politik, edhe aty ku jam angazhuar publikisht. Kur të sulmon në internet ose në televizor, të vjen ndonjëherë thua që nuk merr më me ju dhe thjesht të ikësh në shtëpi ta fikësh telefonin? Në fakt angazhimi publik nuk është lojë. Unë nuk e shoh lojë dhe asnjëherë nuk e kam menduar që të tërhiqem. As sulmet, as kritikat, shpeshherë edhe të pabaza, nuk më kanë bërë që unë të mendoj se duhet të tërhiqem. Unë si natyrë nuk heq dorë, si natyrë përpiqem që sulmeve të tjerëve t'i përgjigjem me përkushtim dhe punë, edhe gjithmonë kam besuar fort në atë shprehjen që kur sulmojnë duhet dish se ti po e bën punën tënde mirë. Po të kishim një bashki ku vendosnin vetëm fëmijët, cilë do të ishte rregulli i parë që do të vendosje ti për ne? Absolutisht që do të bëja maksimumin, do të vendosja vetën që çdo vendim që do të merrej në bashki të kishte prioritet lumturinë, shëndetin, sigurinë dhe të ardhmen e fëmijëve. Shumë njerëz thonë që ti flet shumë dhe nuk pushon asnjëherë. A është e vërtetë që nuk mbaron kurrë të folur apo thjesht të tjerët në Lezhë nuk flasin sa duhet? Unë nuk mendoj se flas shumë, por nëse ka tjerë që e mendojnë këtë, patjetër që unë e vlerësoj mendimin e gjithë secilit. Për veten do të thoja jam natyrë që nuk lë pa thënë atë që duhet thënë. Kurse për një pjesë që flasin pak, do të thoja që kanë zgjedhur komoditetin e heshtjes, por që kjo nuk i sjell të mirë interesit publik, nuk i sjell të mirë komunitetit. Sa më shumë zëra, sa më shumë individ aktiv, aq më të mira do të kenë qytetarët e Lezhës dhe aq më shumë minimizohen problematikat, shqetësimet e ndryshme dhe të shumta që ata kanë. Nëse do të kishe një shkop magjik për Lezhën, çfarë do të shndroje menjëherë në një kënd loraç apo në diçka tjetër fëminore? Nëse do të kisha një shkop magjik, absolutisht do të shndërroja 50% të ndërtimeve në qytetin e Lezhës në kënd lojrash dhe hapësira publike për qytetarët. Cila është ajo ëndër që mami Alfrida ka, por Alfrida politikane nuk e thot dot kurrë në mbledhje zyrtare? Ëndra çdo prindi është që të kaloj sa më shumë kohë të mundshme me fëmijët e tij, por kur vjen puna, pastaj kur vjen momenti që ne angazhohemi në punë apo shumë prej nesh angazhohemi në politikë apo në aktivitete të tjera publike, këto pastaj shndërrohen në sfidë që na marrin kohë nga koha e fëmijëve dhe familjes. Unë kam arritur që gjej një të mesme të artë, jam 100% në kohën e duhur me fëmijët e mi, por jam prezente aq sa duhet edhe në jetën publike. Nëse nuk do të merresh me politika, do të ishe bërë poete, guzhinjere, ndoshta trajner futbolli apo ndonjë profesion tjetër, çfarë profesion do të kishe zgjedhur përveç politikës?
Profesionin e juristit nuk do e negocioja, as kur e kam zgjedhur, as sot. Është pjesë e identitetit, është pjesë e imja. Kurse sa i përket pasioneve, nëse s'do merresha me politik, po trofej një ndër pasionet e mia, një ndër pengjet e mia, do të angazhohesha në vallet popullore. Një ndër ëndrat e mia ka qenë kjo, edhe ne në fakt nuk i kishim në atë kohë kaq aktive sa që janë sot, as qendrën kulturore të fëmijëve, as pallatin e kulturës, as kurset e shumta që kanë marrë jetë vitet e fundit në Lezhë, dhe kur i shoh lumturohem sepse ndryshe nga brezi jon, vajzat e reja vajzat e vogla kanë mundësi të shumta dhe të ndryshme. Çfarë do t'i thoj Alfridës 14 vjeçar, po ta kishit përballë sot? Alfridës 14 vjeçare, nuk do t'i thoj asgjë tjetër përveç se të lumt për atë që ke qenë 14 vjeç. Jam e lumtur për ty për çdo ditë të jetës tënde, sepse çdo ditë e jetës njeriut, çdo sfidë ndërton atë që ne jemi sot, kurse Asjas 14 vjeçare edhe Deas time 4 vjeçare, do t'ju thoja guxoni në jetë, bëjni realitet ëndrat tuaja, mos heshtni kurrë, mos lejoni që askush dhe asnjë rrethan t'ju bëjë të heshtni, bëni që mendimet dhe zemrat tuaja të shndrisin çdo ditë. Faleminderit që na tregove se edhe politikanët më të fortë kanë një zemër që rre për lorat e fëmijërisë dhe që edhe ata e lënë ndonjëherë shtëpinë rrëmuj apo pa rregull. Na mësove se të flasësh fort nuk është gjithmonë keq, sidomos kur flet për ata që nuk kanë zë. Ishte me të vërtetë një kënaqësi shumë e madhe për mua. Falenderoj nga zemra, edhe shumë suksese. Për të gjithë dëgjuesit tanë, mos keni frikë të bëni opozitë kur diçka nuk ju duket e drejtë, ashtu si Alfrida. Por mos harroni as të bashkëpunoni, se në fund të ditës të gjithë ham nga një tatave Lezhës. Ky ishte episodi i sotëm i Flasim si fëmijë. Shihemi në episodin tjetër. Deri atëherë, kujdesuni për ëndrat tuaja dhe mos harroni të luani. Mirupafshim.